e zaurume procedura. O zoti Goshi, ai vetë ka deklaruar, jo. Dgjoni, me dolën për studio e me ulurit kundër një pakicë, shumica. Me dolën me ulurit. Si ju, në për studio televizive, kur me 7 prill, këti viti, 119 deputet shqiptarë dhe tjerë. E kanë se mbarova fjalinë, zoti Goshi. E kanë që dorën me i verifiku mandatet e 29 deputetve. Jo t'i s'pon gëllë që kam të folë hiç. Jo se po ulluroj. Zoti Goshi po s'ullura. Bravo them. Ti po dhu, unë po ulluroj, a vet po ulluran. 119 deputet e kanë që dorën me i verifiku mandatet e listës sërbska. Me vërtet? Pse e kanë votë bonka? A thu? Pse e kanë bonka? Ku ata qenë ka terrorist? Shumë bukur e kupton pushtetuar. Edhe zoti Goshi, edhe zonjët e ndërhyve. Mësonu që nëse nuk i thot një gjykatë e rregull dikuj kriminal ose terrorist, mësoni këtë rregull, ose fashizëm me thon terrorist. Ose me thon njëri që s'ka gjykim të formës së prime. S'ka gjykim po edhe nuk jetë. Edhe po them nga kjo skenë, nga kjo studio. Thuj Halilit mos ta thuj neve gjithve. Jo, po i them gjithve. Çka me thonë me ti Halili? Mos vendosen Sedo Baramović ulluron. Edhe menon që ka Mendon që ka kursin në rregull. Po, e ka kursin në rregull kë. Kur ofendon e poshtron e denigron, e ka kursin në rregull kë. Kur tjerët e kanë një mendim ndryshe, ata janë fashist. Ju s'keni mendim hiç. Ju e keni përmbys vërtetën. Ne mos dalim personazhe. Ka mendim me mbrojt Serbin këtu. Se me mbrojt listën serbe që është direkt në direktiva Kur fillon listën serbe? Ki mendim, pajtohen plotësisht. Unë mendim, edhe s'duhet pas mendim. Zoti Zadiku që nuk lejoj që të sanë me thonë studio. Zoti Zadiku që të jenë që gëgru që këtë më studio të Zoti Zadiku që të se lejoj. Edhe na po të shona këtë denigrimit të më Zoti Zadiku që të se lejoj. Po jo bëj me bërtido gjithë notun. Po. A ndalim mos ta çojmë në personale? Po durojmë denigrime të vazhdueshme. Po duke pas bilet debati s'ke me juve fare. Po megjithatë ne jemi në studio dhe jemi duke folur. Po jam studio dhe unë edhe rritë në studio. Folur ky shtet është marrë me viktima të shumta. Ky shtet është marrë me gjak të shumë. Ky shtet është marrë me sakrifica të shumta. Duhet me ndru ky kurs. Na është falur. Nuk të ka fal askush as bile ky është kompromisi më i keq i mundshëm që kemi mri me nxjerr. Ka ndodhur. Pajtohem plotësisht. Prandaj mos më theti mua na falis na fali e ki me pat tjetër me i votu, se kemi me pat tjetër me i votu. Pajtohem plotësisht, e ka të drejtë me qenë gabim gjithë ditën. Po jo mi kritiku tjetë, po ulluroni, jo s'po ulluroni. A i ka të drejtë me pas gabim gjithë ditën. Pajtona plotësisht. Nuk e kishte me juve. Pajtona plotësisht, mund ta ketë gabim gjithë ditën në vazhdon. Nuk e kishte me juve, se ishte duke debatu me Blerimin. Po mirë pra, me Blerimin ishte duke debatu. Tani Blerimi e ka mundësin të jep kundër përgjigjen. Ka mundësi. Këtu në studio respektohet. Blerimi s'ka kundër përgjigjen se ju ka bo avokat Fatime sonte. Po le tani mos ta çojmë në personale se kemi nevojën. Po patjetër. Një gjë e duhet ta kemi të qartë. Vendosja e etiketave nga kjo studio nuk do të lejoj të bëhet. Etiketa na. Jo, në vazhdimsi, në çfarëdo varianti, se u përmendën edhe këtu më herët. Këtu njerëzit respektohen. Këtu njerëzit nuk janë me Serbin, Fatime. Nuk i tha askush. Mendim thash, ka mendim për të mbrojtur në vazhdimsi dhe kjo shihet. Edhe këtu e dim kush çka ka bë, edhe në kaluamën edhe çka bën tani. Por edhe tani kur jemi këtu, edhe kur e ballafaqojmë ashpër mendimin, do duhet ndalemi në fakte.